5 pacient që po trajtohen në Ljubljanë dhe Beograd janë ende në gjendje kritike, njoftoi ministri i shëndetësisë Arben Taravari. Numri i personave që marrin kujdes shëndetësor jashtë vendit është 115, por disa prej tyre pritet të kthehen në shtëpi javën e ardhshme. Autoritetet po përgatisin protokollet e pritjes. Ministri u pyet se çfarë mësimesh ka nxjerrë sistemi shëndetësor vendas nga tragjedia, ndërsa Taravari u përgjigj se duhet të bëhen investime të mëtejshme në objektet shëndetësore. Sistem uspea da se spravi со оваа состојба релативно добро, целата екипа нормално, со сите слабости и недостатоци што ги имаме, така да бројките говорат сами по себе, дека 0 починати тоа многу ни значи. 55 të lënduar po trajtohen në spitalet e vendit, të cilët janë në gjendje të qëndrueshme. 9 pacient pritet të dalin nga spitali në fillim të javës, pasi tu bëhen analiza toksikologjike dhe psikologjike. 10 pacient janë në spitalin e qytetit. 10 пациенти кај 6 веќе е направена трансплантација на кожа, заради тоа што тие пациенти беа со највисок степен на изгореници од 3 степен. Кај останатите пациенти продолжуваат редовните преврски. Megjithatë, ministri Taravari theksoi se pavarësisht lajmeve pozitive, sistemi duhet të jetë i kujdesshëm, pasi gjendja shëndetësore e disa pacientëve mund të ndryshojë.